prasur, kujtohet par, jo zgjej gjurëm. Nga këtu ku jam, aq shumë të ndjej, që më roku dhe që shpinën s'ta kthej. Se shet do të lotin në shry, ndonë që burruar fëmijëve të këti. Rrugë të pashtruara, pazare karakteristike të stilit otoman, burra e gra me kostume tradicionale, shtëpi të ulta prej qerpiçi dhe zëra që përziheshin me shitësve ambulant dhe kushtrimeve të përditshmërisë. Kjo ishte Tirana e viteve të para të shekullit të 20, një kryeqytet ende në formim, por i mbushur me jetë, kontraste dhe zëra. Në një prej atyre lagjeve të vjetra, në një shtëpi të thjeshtë, por plot dashuri, lindi Petrit Shehu, një djalë që fati do ta shtrinte në një udhtim të gjatë e të vështirë, por një herazi fisnik dhe frymëzues. Familja nuk qëndroi gjatë në Tiranë, shpejt u shpërngulën në Petrel, një fshat i vogël dhe i qetë, ku natyra fliste nëpërmjet gjelbërimit të dendur, gjëmës së ujrave dhe qetësisë. Atje, larg zhurmave të qytetit, Petriti do formohej si njeri, do njihte natyrën, punën e ndershme dhe mbi të gjitha, do kultivonte një lidhje të fortë me dijen. Shkolla fillore në fshat ishte e vetmja dritare drejt botës për shumë prej bashkëmoshatarëve të tij. Por për Petritin, ajo nuk ishte thjesht një domosdoshmëri, ishte pasion. Mësuesit e mbanin mend si nxënësin që kërkonte më shumë. Ai kishte gjithmonë një pyetje shtesë, një kuriozitet të pashuar, një prirje për të kuptuar botën, për të librave të pakët të asaj kohe. Fëmëria ime si fëmëria të tjerëve, me atë dëshirën për të shkuar dhe në shkollë, për të mësuar, nga shkolla fillore, kishëm Petrel, pastaj shkollën tjetër, e kishëm 7 vjeçare, e kishëm në Mullet. Edhe shkonim me këpucë kështu, me rrypa, që me zi që kaloheshim dimrin, që kishëm prit Petrelit dhe atje për të vazhduar shkollën e 7 vjeçare. Sakrifikonin. Për aty pastaj, ajo drejta studimet më doli në 52-shin. 52, 53, 54, 54, 55, unë mbarova të mesmen. Qarë përfitova? I kishim gjithë pedagogë të ardhur nga jashtë. Që kështë qunë shteti, më përgatit atje, dhe një nga ato që i më mësoj letërsin ka qenë poeti, Fatos Arapi. Kisha për pedagogë të letërsisë. Pasi duhet ke unë në i prirje, edhe më jepte vepër të Pushkinit, ti recitoja kur bënim mbrëmje, se mbrëmje ishi konviktor. Çdo shtunë dhe dielën e kishim nga i mbrëmje, si gjithë dikur boshim këto gjërat. Që atëherë ma shteu në gjak ai. Kur kam shku në universitet, ka pyeti Nina një Tarasova, ai ishte pedagoge në fakultet ekonomik. Tha mu, ku kem se ishte në Petriti, tha. Petriti thash në shkollë mesme. Me Nina po të povë, thash me ato. O, tha. Po ku që ke pas me kështu filanin. Po, tha, ka qenë në Rusi, tha, i ka vazhduar. Ka vazhduar të tha shkollën. Erdhe kene. Të gjithë, kur edhe shkolla në universitet, gjithë pedagogët që kështë atje, gjithë këtu mbra. Pra unë nuk them që kam një fakultet, nuk them kam 2. Bile sa i shkollës mesme, dhe gjithë lëndët që kam bëhu atje, i kam bërë dhe këtu. Por i qikë më të gjërë, pak më të gjëra. Kur ende nuk ishte nisur universitetin, ju ofrua mundësia për të punuar në sektorin ekonomik. Ishte një propozim që do t'i ndryshonte drejtimin jetës. Në ato kohë, të punoje dhe të përfitoje të ardhurat të sigurta, pa qenë ende i diplomuar, ishte një privilegj i rrallë. Petriti e pa këtë jo si përjashtim, por si një borxh për të justifikuar me përkushtim. E pranoi dhe nuk u ndal më. Ekonomia që në fillim kishte qenë një terren i panjohur, u kthye gradualisht në pasion.
kur më në fund përfundoi universitetin, u emërua në Dibër, një vend i largët dhe sfidues, ku shumë kushdo e kishte të vështirë të përshtatej, por për Petritin, çdo qytet i ri ishte një kapitull i ri, një rast për të kontribuar, për të mësuar dhe për të lënë gjurmë. Asnjë lloj kërkese, asnjë lloj nuk bëra, erdhi si çfarë them. Erdhi më thonë, je të ka dalë emërimi në punë. Po ne thash unë presoj me shku në universitet, thash, shokët e mia dhe atë shkojnë ata. Jo, të ta shkoj atje, tha, merr vesh me ta. Erdha këtu, ik fillua punë. Punën e kam pasur dega shërbimeve e Ministrisë Brendshme, ku është sot biblioteka vjetër, rrugë përballë parlamentit, ke parasysh aty ka qenë zyrat. Aty bëra 3 vjet, për ne më thonë, ik në universitet. Paguaj le, kur i kam thënë disave këte, kam thonë, kjo agitacion. O zotëri, thash, nuk agitacion. Po është realitet. Ato kishin nevojë, duket për të marrë punë, meshën, paguajshin. Se kam ditë që isha ushtarak. E kam ditë si civil, si punoj civil. Kur më kanë thonë, merdi që ju thashim dhe merdi letërthirja për ushtar, shkoj, thash, ore, më ka letërthirja, më dhe shikë ushtar, që dhe më dhe shikë. Hikorik thë se ti oficerët aty, po nuk të kemi eshë dhe tha, vesh, ka dalë urët ministri që ishin 5-6 veta në nga ato. Aty tha, mos vishet dhe merë një robat civile. Atë e bom. Pastaj, qenë vazhdimet e një jetë intensive, me thënë drejtën, por që nuk kishim problem për këte që në detyrojnë. Jo, ndjenim dhe një farë bindjet brendshme. Po pas i dolët nga shkolla, universiteti? Në Dibër direkt, referent finance, i qik me ngritje, nga llogaritar, ishte ngritje kjo, atje. Bëra 2 vjet, atë thash dhe rasin e saj që doli papritur, që tha njerëz të me universitet, kime pru këtu ne, tha, për ne s'kime të gjithë ishin nga jeta partizanet. Me shef përbavije, me këte, me atë, ku di unë ishin, që punon, jo financa, jo këte. Kujdesishim edhe për kufirin, edhe për oficerët. Punonim me që vërësit ishin të pa numërta. Të pa numërta, edhe përgjësi ishte pa e madhe. Sepse atë e fillot të dimëri që në ndorë, edhe mbarotën në qershor. Ne furnizorim, bënim punë në ekonomisë. Furnizorim, po urdhë ishte deri në, edhe marshin furnizorim, pasaj më të nuk dijet. Unë i propozova vetë, personalisht, kam propozuar atje, i thashë, jo, unë do i furnizojnë që në maj, thashë, më jep një furnizimet, t'ja qoj atje, t'i kenë aty. Zboni dimri, s'ka problem, aty ka ushqimin ai, ka normat që hapë. Në vitet e Shqipërisë së realizmit socialist, kur gjithçka sille rreth ideologjisë dhe sakrificës për atë dheun, Petriti u dallua për seriozitetin dhe disiplinën e tij. Lëvizjet nga një qytet në tjetrin u bën pjesë e jetës së tij. Emërimet e një pasnjëshme nuk ishin as rastësi, as favorizime, ishin pasojë e një përkushtimi të pakushtëzuar ndaj punës. Nuk kërkonte tituj, as lavdërime publike, por do vinte dita kur puna e tij do shpërblehej me vlerësime zyrtare, si modeli punëtori të përkushtuar. Ai nuk i konsideronte si trofe. Ishin thjesht dëshmi të një rruge që kishte vendosur të ndiqte me kokën lart dhe me zemrën plot. Pas Dibrës në Tiranë. Në Tiranë erdha prap financier, u boj një bloku puna me të burgosur. Në Tiranë është bërë një që është bloku puna, bërë në pallate. Aty me financën prap merresha, për janë ne pastaj në Rubik. Në Rubik filloi fabrika
përpunimit të bakrit, kurse fabrika e asaj ishte e përpunimit të metalit të bakrit ishte tjetër. Ishte e bëna. Kjo u bëva të re dhe u prodhua floriri. Meshit aty mere, be aty dilte shupra floririt e kam parë me sytë e mi. Noshe mund t'jenë nga të radhë njerës që e kam parë. Po ishe këmgullja ime që thash, pse ka marrë këtu? Përse më kanë sjellë? Se isha revizor në atë kohë. Edhe Rubiko pastaj në Vlorë, Kriporen, që u bo deti me kanalizimin e gjona, erën në bon Kriporen dhe që meshin krip në detit. Ne në aty pastaj, për aty edhe erdha në Tiranë. Në ardhë në Tiranë erdha revizor. Jeta personale duhet të ecte paralel me rrugën profesionale. Kishte një ide të qartë. Shoqen e jetës donte ta gjente po nga fshati, e donte të thjeshtë, punëtore, me të njëjtat vlera që kishte kultivuar vetë që i vogël, dhe ashtu ndodhi. Pas një kërkimi të kujdesshëm, gjeti njeriu që i dukej si i përshtatej më së miri. U martua me mbledhëri, siç ishte zakon atëherë. Kur i kujtohet kjo periudhë, Petriti buzëqesh dhe rrëfe një anekdotë që sot mund të duket naive, por që në atë kohë ishte për kufizimi i dashurisë së heshtur. Bashkëshortja, thot ai, mbajti barrën më të madhe të familjes. Ai ishte shpesh larg, i përfshirë në punët e shtetit, ndërsa ajo ishte shtylla e shtëpisë, busulla e qëndrueshmërisë familjare. Si që janë ato të rinisë. Më thonë që kështë dëshirë të mesha, thashë jo, do marrë këtu nga vete ime, nga këto njerëzve që i njoh, që ma dinë huqin, edhe ja di huqin. Qartë me kanë, ashtu e bërë, por gruna kemi të mrekullueshme, ka rritë 3 fëmijë. E thash me këtë përpjekje që kam qenë, jo jashtë, jo bider, jo kjo ka qenë vetëm. Kur isha revizor, rrita ka 15 ditë poshtë, tutje nga Tropoja dhe ati i rriti Kalamajt. Pastaj kur erdha në Tiranë, tjetër punë ishte, po ama një pjesë të madhe të kohës që e ka sakrifikuar për punën në tregti vetë. Kus ka shkuar. Arsye ka qenë pastaj edhe mjedisi familjar, donte të mesh aty, atë vend. Mund ta qenë pak me blesëri apo me dashuri? Mund të them që dashuri jo, se nuk ishin vajza që nuk t'i leshin njeri këto me dalë, këto vetë dilshin me mush ujë në qezme dhe u ktheshin në shtëpi, mashin kokën poshtë. Nuk ishte, pasoj më vonë, dashur. Ja quj për sakrificë. Gjitha që ka bërë për këtë rritjen e Kalamajve që ju rritën mirë, kjo pati një peshë të madhe. Kjo është realiteti. Sepse duke qenë në punë, duke lëvizur shpeshherë në vende të tjera, nuk isha prezent në familje. Kura regjimi dhe Shqipëria nisi rrugën e gjatë e të dhimbshme drejt demokracisë, Petriti nuk u tërhoq. Në vend që të mbyllej në heshtjen e një pensionisti, u angazhua, gjeti forcë e vullnet për të kontribuar në një mënyrë tjetër në shoqërinë civile. U bë pjesë e organizatave që ndihmonin fëmijët dhe të moshuarit, 2 kategori që shpesh mbeteshin në harres në periudha tranzicioni. Angazhimi i tij nuk ishte simbolik, u përfshi me gjithë qenjen, organizonte, ndihmonte, fliste, dëgjonte. Ishte një mënyrë për të mos e lënë veten të plakej para kohe. Sepse, siç e thot shpesh, aktivizimi është zgjatja e jetës. Prezentime në kuptimin që do të vim ditë më të mira, do të vi një sistem i cili ndoshta drejtat e njeriut i ka bazë primare. Jo se kisha vujt përpara. Këtë e dushte e shikoj sepse edhe me këto njohurit që kishim ndërkombëtare njën tjetër,
kishte probleme të ndryshme dhe duke u njohur me ato e prita mirë. Por kur pash që në këtë sistem nga 93-shi deri ditë e sotme njerëz të tillë që janë fut politikës, për mua nuk janë më ato që adhuroj. Nuk janë ato që adhuroj më. Sepse kam bërë gjëra jo të përshtatshme për t'i thonë demokraci. Pastaj demokraci gjërat nuk qeken kështu. Çfarë do ti me bo edhe nuk ke shkruajt në atë sekundi. Ku janë? Ku janë shkruajt më gjërat? Që thonë do që ligji kur a thash parë që ke marrë nga ana juridike, nga arti kemi marrë shumë. Kemi marrë shumë. Nga dhëna që sot nuk e di nga i marrin. Një nga kryesorët që ka sot, që decizon sot, edhe decizon nga partitë, se partitë po drejtojnë gjithçka. Është kjo që ato gjëra që kemi prit ne nuk pa bëhen. Nuk po realizuar, edhe s'kam për të realizuar. Jam marrë me shoqata jo qeveritare. Kam qenë dhe zëvendës president i përgjithshëm NGO-ve të Shqipërisë. Kam udhëtuar jashtë, kam qenë në bërë të tjera. Kam folur për problemet që ka sot vendi, demokracia, janë tjetër. Pa prish punë që kundi. S'm ka thonë njëri jo se kishte mirë këtë punë, kishte tamam. E deri vonë. Sot e kam shoqat në lidhjes pensionistëve të Shqipërisë. Akoma nuk e kam dorëzuar. Plas ku mbi vendi, Sali Berisha më ka prit disa herë. Atje vetë, më ka majtë me gjysore me orë. Lishin për pensionet, problemet që kishte. Më kujtohet djerë që më ka thënë që po, pensionet e qytetit, po ishe viti 94-95, para 96-ës, që pensionet e qytetit do t'i rrisim. Kurse të fshatit jo, se kemi dhënë tokat. Me ligjin 7501, ligj që e qoj Shqipërinë mrapa me vite. Shteu në mes njerëzve probleme, krijuar probleme, edhe brenda familjeve. Se ja, si që ishim ne, unë për shembull isha i hikur nga Petrela, ta zonë. Po kisha pranë, toka atje, shtëpie, janë tjetër. Neve ne u përjashtuam për të marrë atje. Kurse ato që rrinë netën atje, morën tokat nga 2.5 dylym për kalamaj. E gjithë familje. Nëse ato që s'kishin gjendje civile, po më kisha gjendje civile në Tiranë, mos mund të rishte në Tiranë duke qenë banor i Petrelës. Pra janë bërë shumë gjëra, prandaj bie aty ka ajo fjalë që nuk është ajo që kemi bërë që fillim, që kemi dashur ta bëjmë. S'kemi bërë gjë. Sot në moshën 92 vjeçare, Petriti nuk është thjesht një kujtim i gjallë i një epoke. Ai është një shembull i rrallë i vitalitetit shpirtëror. Çdo ditë e nis me lexim, më pas shkruan, lexon sërish dhe në orët e pasdites zhytet në një tjetër pasion të vonshëm, vizatimin. Në balkonin e apartamentit ka ngritur një studio të vogël pikture. Atje me lapsa dhe ngjyra përpiqet të përshkruaj botën e brendshme që nuk arrin ta thot me fjalë. Disa nga punimet i dhuron, të tjerat i përdor për të zbukuruar muret e zbrazëta të shtëpisë. Nuk ka nevojë për galeri. Ajo çfarë ai krijon është për kënaqësinë e shpirtit dhe për respekt ndaj kohës që i ka mbetur. Tani aktualisht merrem me krimtari, bëjnë poezia, libra i keni aty. Ku më vjen ai frymëzimi ose pikturoj, dal po tash pikturoj do tash ka qenë ftoftë jo në balkon këtu kam si studio atë kam atë. Më vjen bo. Asgjë tjetër. Dal pim kafe, takoj me shok.
Shoqëria e ngushtë është e çmuar. Miqtë e rinisë janë zhdukur një nga një, por ai nuk i ka harruar. Çdo emër është një kujtim, një histori e mbetur pezull në kohë. Takimet e rralla me shokët që ende janë gjallë, janë momente reflektimi dhe gëzimi i ndrojtur. Dhe kur e pyes se cili është sekreti i jetës së gjatë, përgjigjja është e prerë. Puna, jo thjesht si aktivitet, por si mënyrë jetese. Puna që të mban me ritëm, disiplina që nuk të lë të shpërqendrohesh, ushqimi i thjeshtë, gjumi në kohë dhe paqja me veten. Puna është baza. Ajo do të jetosh gjatë, po. Meru me vendari aktive. Unë për ne thash jam marrë edhe me sportin dhe me atë jam marrë edhe me të tëra. Nuk e kam lënë asë një ditë vetëm. I të rikë, që dhe me plaka. Kur të vi. Si që ka natyra. Dhe njerëzit kanë ardhur, do ikin. Problemi është që në jetë të shikojnë realisht. Unë kam një poezi aty kur them nga herë si është jeta, si një lojë. Më këtë bën atë, se ma me që do të lezosh. Edhe i them, në qofë që do pyes ti për mua, them, jam atje ke lumi, dalë këtë ti qetësoj. Kam qenë gjithmonë paqësor, kuptimin asaj. Dashamirës, nuk kam prish njerëz. Nuk kam marrë miq. Nëse ajo që më duan fort. Këshillat që jep për të rinjt janë të qarta. Lexoni më shumë, mos kërkoni rrugë të shkurtra, mos harroni vendin dhe kujtimet, sepse jeta, thot ai, është një vijë që nuk matet me luks apo pushtet, por me ndikim që le tek të tjerët. Ti futen punës me profesionalizëm dhe me vullnet, me dëshirë, se dikur ajo do t'ja shpërblej. Jeta vërtet është e shkurtër, por po të merresh me punë është më gjatë se sa herë tjera. Kështu që të rinjt nuk duhet kenë kuvizim me këtë. Nuk më vjen keq që shkoj të marroj një ri jashtë shtetit, marroj në Amerikë dhe kur të kthehet, në vend që të shkojë në profesionin që ka marru atje, shkon e futet në parti politike. Vetëm për të folur. Pra, këtë ta kemë. Ky është mesazhi i përkushtimit, i anës profesionale, i mbarimit shkollës. Shkolla nuk është qëllim vetvete. Shkolla nuk është qëllim vetvete, asnjëherë. Kështu që të mos, sepse në fund të fundit që thash dikur e përmena, ne do ta bëjmë. E bëm ne, ikëm, erdhëm këtë moshë, do të bëjmë nga tjerët. Që vinë, ku të presim me sa të lej? Harrohem me të dhe gjithë tjetër, që ne shpesh herë themi që, sepse i kultivojmë dhe sa gjëra vetë, dhe për me këtyre njerëzve që nuk na duan të mirën si vend. I themi që shkojnë në tokën e premtuar. Ka plot njerëz kanë shku, ku që ka premtu tokën fëmijëve që shkojnë dhe vazhdojnë tokën, ku që toka premtuar? Amerika? Po nëna baba i kam mësuar me pas me qenë nëna baba me qenë këtu në tokë vetë. Kurse tash është bërë shprehje dhe përdorin më shumë drejtime që ka vajtë në tokën e premtuar. Kush e ka premtu? Asnjë s'njet mi thëmë, ore, kush e ka premtu dy tokën jashtë? Pra këtu është, mësa kemë nenën ke jashtë, edhe të Shqipëri mësohet shumë mirë, studiohet shumë mirë, dalim mjaft gjëra. Petrit Shehu është një njeri i rrallë, që nuk bërtet për vëmendje, por që frymëzon me vetë qetësinë e tij, një jetë e gjatë, e ndërtuar mbi themele të forta si dija, përkushtimi dhe dashuria për tokën, në një kohë kur shumë kush vrapon pas së përkohshmes. Ai mbetet një monument i vlerave që nuk zbehen kurrë. Një histori që meriton të rrëfehet, jo për nostalgji,
po për të kujtuar se nderi, përkushtimi dhe dashuria për jetën janë ende të mundshme.